Qeveria shqiptare pritet të miratojë një amnisti fiskale për fundvit, e cila prek drejt për së drejti qindra të dënuar në burgjet të vendit. Lajmi u bë ditur nga ministri i drejtësisë Besfor Lamallari, përmes një video mesazhi ku theksoi se rreth 380 persona do të përfitojnë lirim të menjëhershëm, ndërsa afro 900 të tjerë do të përfitojnë ulje të dënimit. Më konkretisht, nga zbatimi i kësaj amnistie, në vlerësimet paraprake të drejtërisë së përgjithshme të burgjeve, rreth 380 persona do të përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe rreth 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi, ndërsa numri real i përfituesve është edhe më i lartë. Ministri theksoi se amnistia nuk përfshin autorë të veprave të rënda penale, korrupsionin apo çështjet e hetuara nga SPAK-u, por vetëm ata që kanë shkelur ligjin pa rrezikshmëri të lartë shoqërore. Nga kjo amnisti nuk mund të përfitojnë ata që kanë kryer krime të rënda, korrupsion apo vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kurse si jo, subjekte që janë hetuar nga SPAK dhe gjykuar nga GJKK. Sipas tij, masa synon të ulë mbi popullimin në burgje, të përmirësoj kushtet e vuajtjes së dënimit dhe të ofrojë një shans të dytë për integrim shoqëror. Popullimi në burgje ulet me gati 7%. Përmirësohen kushtet e trajtimit, sigurisë, rehabilitimit, si dhe garantojë më shumë respekt ndaj dinjitetit njerëzor. Amnistia sipas qeverisë nuk është një akt politik, por një hap drejt një drejtësie më humane në përputhje me standardet evropiane dhe me synimin për të garantuar siguri, dinjitet dhe rehabilitim për shoqërinë.